Ernest Muçi mbetet temë diskutimit e Trabzonsporit për shkak të formës së shkëlqyer nga ana e tij. Tashmë raportohet se opsioni për blerjen e kartonit të aktivizohet para përfundimit të sezonit, ndërsa sytë e klubit turk janë aktualisht te kombëtarja e Shqipërisë. Plani i Trabzonsporit është që Muçi të shitet në verë për një shifër të majme mes 20 dhe 25 milion euro. Për të arritur këtë objektiv, Trabzonspori gjykon se do të favorizohet edhe nëse mesfushori me tipare sulmuese merr pjesë në botror. Muçi është pjesë e kuqezimëve që po përgatisin gjysmëfinalen e play-offit të botrorit ndaj Polonisë dhe padyshim që Trabzoni ka arsye të fortë që të mbështesë Shqipërinë në këtë rrugëtim. Po ashtu 25 vjeçari është monitoruar nga klube angleze gjatë kësaj kohe, gjasat janë që nëse ruan të njëjtën performancë deri në përfundim të sezonit, merkato e verës do të sjellë lëvizje të bujshme. Ernest Muçi po spikat me Trabzonsporin, ndërsa së fundmi është zbuluar një prapaskenë bujshme. Klubit turk janë ofruar 12 milion euro në merkaton e dimrit për të blerë kartonin e mesfushorit me tipare sulmuese. Ky lajm është konfirmuar nga Hasan Tunçeli, që punon si gazetar sportiv dhe ndodhet pranë Trabzonsporit. Kujtojmë se Muçi është i huazuar nga Beşiktashi. Trabzonspori gëzon të drejtën e blerjes së kartonit në fund të sezonit, më pas mund ta shes. Ky duket e skenari më i mundshëm për 25 vjeçarin pasi oferta e bujshme u refuzua. Ylli i Shqipërisë regjistron 29 paraqitje deri tani me Trabzonsporin, ndërsa ka shënuar 13 gola dhe ka asistuar 8 të tjerë. Te Beşiktashi janë penduar që nuk e vlerësuan Ernest Muçin sa duhet. Mesfushori me tipare sulmuese po shkëlqen si i huazuar me Trabzonsporin, që është në rrugën e duhur për një vend në Champions. Dje u luajt sfida me Eyüpsporin, që u fitua 0-1 nga Trabzonspori në transfert. Ndërkohë sot u bë virale video ku një tifoz i Beşiktashit i kërkoi që të rikthehet. Muçi reagon duke aprovuar pas situatës së sikletshme që u krijua. Muçi! Lan Muçi! Trabzonspori pritet të blejë kartonin e Muçit, sërish ardhmja mbetet në pikpyetje për shkak të interesit nga jashtë Turqisë. Trabzonspori fitoi përsëri duke mbetur në garën e skuadrave të kreut në kampionatin turk, duke mposhtur 1-0 Eyüpsporin në transfert. Shumë kush mendonte se ekipi do ta kishte më të thjeshtë, por ai shfaqi disa vështirësi në vijën e sulmit. KZ-soj nuk kanë munguar kritikat edhe për faktin se trajneri Fatih Tekke vazhdon të përdor Muçin si një ansor sulmi, ndonse lojtari ka qenë në formë shumë më të mirë duke luajtur pas krahave të sulmuesve. Në ndeshjet e fundit Muçi ka luajtur më shumë në krah, megjithatë kontributi i Muçit në shënimin e goleve ka ardhur kryesisht nga pozicioni si numër 10. A do ta shohim atë përsëri në atë pozicion? Ishte pyetja që një gazetar i bëri pas ndeshjes trajnerit Fatih Tekke. Ne kemi probleme në krah, nuk mund të themi se Muçi vetëm ka luajtur dhe shënuar si numër 10, nuk është kështu. Është e vërtet që Muçi e ndjen veten më rehat si një numër 10, ai luan gjithashtu edhe në të djathtë dhe të majtë gjatë ndeshjes. Durimi i tij është i rëndësishëm për ne. Ndonjëherë paraqitjet e tij janë të nivelit të ulët, ndonjëherë të lartë. Është natyrale për Muçin që të ketë ulje ngritje. Kontributi i tij në rezultat nuk është objektivi ynë parsor. Objektivi ynë parsor është që ekipi të fitojë, tha trajneri, duke bërë të qartë se do të vazhdonte të sakrifikonte Muçin për sa kohë që ekipi vazhdonte të fitonte. Ernest Muçi do të jetë pjesë e kombëtares shqiptare në ndeshjet e marsit. Është klubi Trabzonsporit i cili ka bërë të ditur që 23 vjeçari është ftuar nga Silvinho. Lista e plotë e kombëtares son do të bëhet publike ditën e sotme, teksa për Muçin vlen të theksohet se është një rikthim pas mungesës së fundit. Një lajm i mirë ky pasi ishi i Tiranës po kalon formë perfekte. Kujtojmë se Shqipëria do të përballet në Varshavë ndaj Polonisë më 26 mars në ndeshjen e vlefshme për play-offin e botrorit 2026. Në rast triumfi, kombëtarja jonë do të përballet me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Tifozët e Trabzonsporit janë në protestë për Ernest Muçin, ose më saktë nëpërmjet tij po vërtetojnë se si trajtohen klubet e Stambollit dhe si trajtohen klubet e tjera nga mediat vendase.
Shkak është bërë një gol i shënuar këtë fundjavë nga mesfushori i Beşiktaşit Orkun Kokçy në ndeshjen kundër Gençlerbirliği. Ai shënoi nga një kënd shumë i vështirë me një goditje dënimi, me një goditje padyshim spektakolare. Në programe të ndryshme televizive, ky u cilësua si një nga golat më të bukur të sezonit dhe lëvdatat për futbollistin e Beşiktaşit nuk kishin fund. Pikërisht kjo ka acaruar në kulm tifozët e Trabzonsporit, të cilët kanë pushtuar rrjetet sociale, duke e cilësuar standard të dyfisht nga mediat kryesore në vend. Ata kanë kujtuar se disa javë më parë Ernest Muçi kishte shënuar një gol të tillë për ekipin e tyre ndaj Konyasporit nga një kënd edhe më i vështirë se ai i Kokçy, por nuk ishte vlerësuar në të njëjtën mënyrë, përkundrazi kishte kaluar si normalitet. Kur një gol i tillë vjen nga një skuadër e Stambollit, flisni për të për ditë me radhë, por kur një gol i ngjashëm vjen nga Trabzonspori, nuk ju andjen të flisni. Historia e Trabzonsporit ka qenë gjithmonë për të dalë kundër këtyre standardeve të dyfishta dhe ne nuk do ta harrojmë këtë qasje tuajën, shkruante një tifoz i Trabzonsporit në rrjetet sociale mes komenteve të shumta për këtë çështje. Ernest Muçi vazhdon të ketë të paqartë ardhmen e tij në kampionatin turk. Futbollisti është huazuar me të drejtë blerjet e Trabzonsporit, por për momentin nuk ka sinjale konkrete të transferimit të tij përfundimtar nga radhët e Beşiktaşit. Në një emision sportiv është diskutuar situata sulmuese dhe arsye pse gjithçka ka mbetur për momentin në vend numëro. Gazetari turk Hasan Tunçel fillimisht tregoi këndvështrimin e tij se në klub kishin dyshime për vijimësinë e Muçit. Muçi është një lojtar të cilin klubi e ka të lidhur me një kontratë 1+3 dhe rroga e tij është e përcaktuar. Ata nuk po veprojnë me ngut, ndoshta ekziston mendimi që performanca e tij do të bjerë nëse firmos, tha ai. Por bashkëbiseduesi i tij në studio, Serkan Genç, shpjegoi se Muçi nuk ishte një prej lojtarëve të tillë. Ndonjëherë lojtarët nuk kanë vazhdimsi, Muçi është rast special. Ai është një futbollist i cili mund të nënshkruajë një kontratë kur të dojë. Fatih Tekke do të marrë vendimin në fund të sezonit. Drejtuesit e Trabzonsporit do të merren me aspektin ekonomik. Sipas mendimit tim është e drejtë të mos nguten, e kanë mundësinë ta bëjnë një gjë të tillë, fakti që nuk nguten është çështje zgjedhjeje. Muçi ka dhënë një kontribut të ngjashëm te Trabzonspori, kishte raste kur ka shpëtuar edhe nga humbja, tha Genç. Ernest Muçi po kalon një moment fantastik në karrierën e tij, duke qenë njëkohësisht një nga lojtarët më të dalluar me Trabzonsporin. Deri tani këtë sezon Muçi ka regjistruar 13 gola dhe 8 asist në 26 ndeshje me Trabzonspor. Për 24 vjeçarin shqiptar, këto janë statistikat më të mira të karrierës së tij deri më tani, ndërsa forma e tij e shkëlqyer vjen në një moment ideal të përkombëtaren shqiptare që pritet ta ketë një nga pikat kyçe në play-off. Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho duket se po ndjek nga afër formën e mirë të Ernest Muçit përpara ndeshjeve të rëndësishme të muajit mars. Tekniku Kuqezi ka qenë i pranishëm në tribunë në ndeshjen e fundit të Trabzonsporit ndaj Başakşehirit, një sfidë ku mesfushori shqiptar ishte protagonist duke dhuruar 2 asist për skuadrën e tij. Pas përfundimit të takimit, Silvinho dhe Muçi janë parë të bisedojnë për disa minuta, një tregues se trajneri i kombëtares po monitoron nga afër lojtarët që pritet të jenë pjesë e grumbullimit të radhës. Vizita në Turqi është pjesë e një turi që tekniku Kuqezi ka nisur me futbollistët e kombëtares shqiptare në prag të ndeshjes ndaj Polonisë, me qëllim për të parë nga afër formën dhe gjendjen e tyre fizike në klubet ku aktivizohen. Pak kohë më parë, tekniku u takua dhe me Gjimshitin, Hysajn apo dhe në Portugali ku pati mundësi që të shihte nga afër disa nga rivalët tanë. Është vetëm çështje kohe që kartonin e Ernest Muçit ta zotërojë Trabzonspori. Mesfushori me tipare sulmuese ka bindur klubin turk, ndërsa është i huazuar nga Beşiktaşi. Dëshira e Muçit është që të qëndrojë në Trabzon. Ky është dhe sezoni i rekordeve për të, pasi deri tani numëron 13 gola dhe 8 asist. Jam shumë i lumtur që erdha këtu. Të luash futboll këtu është kënaqësi. Ndihem shumë më mirë, është deklarata e Muçit që u bë virale dje në Turqi. Beşiktaşi ndërkohë kishte nxjerrë jashtë planeve pas edicionit të kaluar, akoma për të zyrtarizuar mbetet shifra e blerjes së kartonit pas huazimit që kushtoi 1 milion euro. Deri tani bëhet fjalë për 8.5 milion euro të tjera.
Vlera e Ernest Muçit është përditësuar në tregun e Transfermarkt, me sfushori me tipare sulmuese tashmë vlerësohet 11 milion euro nga 9 milion euro që ishte më parshmja. Muçi lë kështu pas Mirlin Dakun dhe Armando Brojen që janë në shifrën e 10 milion eurove. Mbi Muçi ndodhet Kristian Aslani me 13 milion euro, listën e kryeson Anis Mehmeti me 14 milion euro, edhe pse kujtojmë se ftesa për të mungon që nga viti 2023. Sa i përket lojtarëve të Trabzonsporit, Muçi është po ashtu i treti në listë, mbi të qëndron mes fushori 19 vjeçar Kristinao Oulaj me 17 milion euro dhe Andre Onana me vetëm 12 milion euro. Kjo tregon se edhe në treg Muçi po bën diferencën. Këtë muaj pritet rikthimi i tij te kombëtarja. Kartoni Ernest Muçit pritet të blihet nga Trabzonspori, me sfushori me tipare sulmuese ka bindur klubin turk ndërsa trajneri Fatih Tekke beson ferberisht. Këtë e ka treguar dhe me fjalët e tij të fundit ndërsa pyetet për lojtarin e kombëtares shqiptare. Ne kemi pasur një bisedë në momentin e marrjes së vendimit lidhur me Ernest Muçin. Deri tani në stërvitje është shumë profesionist dhe përpiqet të dëgjojë sa më shumë që mundet. Nga detyrimi ndonjëherë nuk mund të aktivizojmë në pozicionin që duam, madje ka pasur raste që e kemi përdorur dhe në rolin e numrit 6. Muçi ka edhe më shumë për të dhënë. Të gjitha të dhënat e tij janë në nivel elitar, po flas për liga elitare si Premier Liga, duhet të ndikojë më shumë në rezultatin e ndeshjes, do të bëhet pak më i fortë, ka karakterin për të luajtur në çdo ekip, u shpreh trajneri i Trabzonsporit. Muçi numëron 13 gole dhe 8 asist me Trabzonsporin në 26 paraqitje. Për 24 vjeçarin është një sezon rekord sa i përket statistikave, i huazuar nga Beshiktashi, po kalon një nga momentet më të mira në karrierë. Sajmir Patushi, ish mesfushori i Tiranës, ka skanuar në emisionin Studio Sport të Vision Plus formën e sulmuesve të Shqipërisë, aty ku bie në sy Ernest Muçi. Kush mendon se Silvinho do heqë dorë nga lojtar që i ka besuar gjatë kualifikueseve dhe do marrë të rinj si Muçi apo Mehmeti, e ka gabim. Për mua Silvinho është strikt i Seferit, Hasanit, Bajramit, kushdo që do të spikas tjetër nuk do bjeri në sytë e trajneri. Në asnjë ndeshje nuk kam parë që Muçi apo Mehmeti të jenë 90 minuta në fush. Nuk mund të themi se këta që ka ftuar trajneri brazilian kanë qenë kryevepër, ndërsa Muçi e Mehmeti më të mbaruarit. Si do ja marrësh më të mirën lojtari duke futur 20 minuta në fund? Trabzonspori dhe trajneri i tyre përshtat ekipin vetëm për Muçin. Ky futbollist bën çdo ndeshje magji dhe ne nuk e përshtasim dot, sepse jemi strikt të Seferit. Kartoni Ernest Muçi do të zotërohet nga Trabzonspori shumë shpejt. Klubi turk pretendon se shuma 1 milion euro e huazimit do të zbritet 8.5 milion eurove për të paguar më pas kartonin e plot. Prej kohësh për Muçin është treguar interes nga Premier Liga, më konkretisht edhe sot është konfirmuar se janë dy klube emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur. Trabzonspori po shqyrton një plan që do të vlente miliona euro, fillimisht për të blerë kartonin e mesfushorit me tipare sulmuese, pastaj për ta shitur. Muçi është një ndër lojtarët e kombëtares që po kalon formën më të mirë. Deri tani janë 13 gole të shënuar dhe 6 të tjerë të asistuar në 24 ndeshje. Ernest Muçi rezulton të jetë huazimi i duhur te Trabzonspori që ka vendosur të blejë kartonin e mesfushorit me tipare sulmuese. Para se të shkonte në Trabzon, Muçi u përpall me një periudhë të vështirë të Beshiktashi, aty ku edhe trajneri aktual Sergen Yalçin nuk i kurseu kritikat për Muçin. Tekniku i Beshiktashit e shikonte investimin te Legia Varshavës për Muçin si të gabuar, ndërsa shpërthimi i tij te Trabzonspori akoma nuk ishte ardhur. Megjithatë, Eran Zuzgun mendon se trajneri i Beshiktashit nuk i ka ndryshuar pikpamjet e tij. Nuk mendoj se ka shumë mundësi që trajneri Sergen do të ndryshojë mendimin e tij për Ernest Muçin, u shpreh gazetari i njohur sportiv në Turqi. Legjenda e kombëtares dhe flamurtarit Sokol Kushta ka hedhur më shumë dritë për ndeshjen Poloni-Shqipëri në planin taktik, e cila do të zhvillohet në datën 26 mars në Varshavë. Kushta i ka ide të qarta për titullarët në fazën ofensive, sikurse manovrën që duhet të ndjek trajneri Silvinho për këtë sfidë.
Për mua në fazën ofensive Silvinho duhet të hedh nga minuta e parë tredhëmshin Uzuni, Manaj, Muçi, ndërsa Arber Hoxha do duhet ta nis nga stoli. Pra Rej Manaj do të mbajë detyrën e sulmuesit qendror, ndërsa Myrto Uzuni dhe Ernest Muçi do të mbulojnë krahët. Një tjetër temë shumë e rëndësishme përsa i takon ndeshjes Poloni-Shqipëri në kampin ton përkon me besimin e Silvinhos te grupi. Nëse trajneri ynë do të krijojë autobusin në mbrojtje, do gaboj. Ama nëse ne luaj me dinjitet, do ja dalim mirë. Elvis Plori në detyrën e trajnerit të Beslidhjes në kategorinë e dytë së fundmi ishte në një lidhje live me emisionin Megasport në A2CNN. Plori ka dhënë një rëndësi të veçantë formës së Ernest Muçit në intervistën e tij. Nuk do diskutohet, sulmuesi Ernest Muçi do aktivizohet e Shqipëria që në ndeshjen me Polonin. Mos keni dyshime fare, Silvinho është inteligjent, nuk do e mbaj presionin për vete, por do ja jap të tjerëve. Muçi do jetë lojtari kryesor të kombëtarja kundër Polonisë në Varshavë. Do ndërtohet formacioni rreth Muçit. Arsyetoi se ai do të luajë pas pykës. S'mendoj se Silvinho do mendoj vetëm në mbrojtje kundër polakëve. Ernest Muçi do të zyrtarizohet së shpejti si blerja më e re e Trabzonsporit. Klubi ka vendosur përfundimisht që të aktivizojë këtë opsion në kontratë. Mbetet për t'u parë ndërkohë nëse do të ketë zbritje nga Beşiktashi. Fakti është se Trabzonspori paguante 1 milion euro për huazimin e mesfushorit me tipare sulmuese. Fotomatch raporton në Turqi detaje të reja për pagesën, kështu tregohet se shuma 1 milion euro e huazimit do të zbritet 8.5 milion eurove. Pjesa e mbetur prej 7.5 milion eurosh do të paguhet në përpjestim me 5 këste. Diçka e tillë mbetet akoma enigmë në marrëveshjen mes dy klubeve pasi te Beşiktashi presin 8.5 milion euro të tjera përpos asaj që fituan nga huazimi. Nga momenti që Trabzonspori do paguajë këstin e parë, kartoni Muçi do i përkas pikërisht Trabzonsporit. Vetë lojtari kombëtares ka kërkuar qëndrimin në Trabzon, ndërsa nga fundi i muajit nëntor dhe deri tani numëron 10 gola. Trajneri Fatih Tekke këmbguli për këtë transferim teksa bordi drejtues po vjon me procedurat. Në këtë mënyrë te Trabzonspori besojnë që Muçi do të vijojë të japë më të mirën. Ernest Muçi do i përkas Trabzonsporit duke filluar nga edicioni i ardhshëm. Haber TS raporton së fundmi se klubi ka vendosur përfundimisht që të blejë kartonin e shqiptarit me tipare sulmuese. Trabzonspori do e paguajë me disa këste detyrimin ndaj Beşiktashit, por kësti i parë që do të sjellë edhe zyrtarizimin e lëvizjes do të transferohet para përfundimit të sezonit. Për huazimin e Muçit kujtojmë se u derdhën 1 milion euro në arkën e Beşiktashit. Nga fundi i nëntorit Muçi është kthyer në lojtarin më produktiv për ekipin e Fatih Tekke. Trajneri i Trabzonsporit ishte ai që këmbguli më tepër të drejtuesit për lojtarin e kombëtares shqiptare. Trabzonspori mund të zyrtarizojë blerjen e Muçit së shpejti. Kjo do të ishte dhe lëvizja e parë zyrtare për sezonin 2026-2027. Ernest Muçi është kthyer në idhullin e ri të tifozëve të Trabzonsporit, të cilët kanë parë se si sulmuesi shqiptar në këtë sezon me golat e tij po mban skuadrën në garë për pozitat e kreut në kampionatin turk, dhe veprimi i fundit i Muçit i ka gëzuar pa diskutim ata. Në javët e kaluara kishte shumë diskutime se pse Muçi nuk ishte aktiv në rrjetet sociale që nga momenti kur ai kishte mbërritur te Trabzonspori. Tifozët e shihnin këtë si një sinjal se ai po mendonte largimin nga klubi gjatë verës për të rikthyer te Beşiktashi, por vetë Muçi duket se i ka qetësuar këto zëra. Futbollisti ka fshirë nga Instagrami pjesën më të madhe të postimeve që kishte në periudhën kur luante te Beşiktashi, ndërsa ka ndryshuar dhe profilin e tij duke vendosur një foto me fanellën e Trabzonsporit. Në një ristrukturim i vogël, por që ka bërë të lumtur tifozët e Trabzonsporit, të cilët tani thjesht shpresojnë që ai të vazhdojë të ruajë formën e shkëlqyer që ka treguar në 2 muajt e fundit. Ernest Muçi mbetet një çështje mjaft e rëndësishme te Trabzonspori. Klubi turk është bindur nga aftësitë e mesfushorit me tipare sulmuese që u huazua për 1 milion euro nga Beşiktashi. Trabzonspori gëzon të drejtën e blerjes, megjithatë deri tani drejtuesit po përpiqen të ulin shumën në fjalë sipas raportimeve në Turqi. Janë plot 8.5 milion euro që duhet të paguhen nga Trabzoni për të zotëruar kartonin e shqiptarit.
te Beşiktashi ndërkohë nuk po e mendojnë as pak që të negociojnë shifrën e shitjes, kjo pasi Muçi po shkëlqen prej 3 muajsh duke qenë lojtari më produktiv. Trajneri Fatih Tekke dhe drejtuesit dukshëm janë bindur nga performancat e Muçit, te Beşiktashi po ashtu janë të vetëdijshëm që klubet e tjera do të trokasin në derë për të siguruar shërbimet e Muçit. Thuajse e sigurt është që në ver do të ketë një transferim të përhershëm te Trabzonspori ose në një klub tjetër. Kjo pasi kontrata te Beşiktashi përfundon në vitin 2027 dhe turqit nuk do të rrezikonin që t'u largohet pa përfituar. Ernest Muçi nuk u vlerësua asnjëherë sa duhet te Beşiktashi, për këtë dhe u huazua te Trabzonspori ku po shkëlqen. Dje shënoi ndaj Fenerbahçes dhe pavarësisht humbjes së Trabzonit, ishte ndër më të mirët në fushë. Trabzonspori pritet të paguajë 8.5 milionë euro në fund të sezonit për të siguruar kartonin e Muçit. Gjatë kësaj kohe nuk ka munguar interesi nga Anglia dhe vendet të tjera në Europë, ndërsa te Beşiktashi kanë filluar të pendohen. Nëse Trabzonspori e merr Ernest Muçin, ata do ta shesin atë për 30 milionë euro, ishte deklarata bujshme e Bülent Uslu pas ndeshjes së djeshme. Uslu është një tifoz i Beşiktaşit dhe komentator i njohur sportiv në Turqi, jo vetëm kaq, pasi është dhe antar i klubit duke pasur të drejtë vote në asamble dhe angazhohet me çështjet e klubit, edhe pse nuk është pjesë e stafit drejtues apo menaxherial të ekipit. Ernest Muçi shënoi dje ndaj Fenerbahçes dhe për të ishte goli 13 sezonal me Trabzonsporin. Tashmë lojtari i kombëtares shqiptare ka barazuar numrin e golave që shënonte në sezonin 2023-2024, ndërsa e niste te Legia Varshavës dhe e mbyllte me Beşiktashin. Goli i tij erdhi që në minutën e 6. Ky ndërkohë është dhe një rekord për këtë sezon te Trabzonspori, pasi rezulton goli më i shpejt. Vetëm 30 minuta në fushë ju dhan Muçit te kombëtarja në vitin 2025. Mbetet për t'u parë nëse trajneri Silvinho do të ndryshojë këtë vit.